Mirëmbrëma. Ta lëm kohën e muzikës, orën e muzikës për një orë tjetër. Atëherë, miq. Dua të them diçka dhe besoj që të më kushtoni pak vëmendje. U bë kush e di sa vite që unë flas. Flas domethënë, e kam filluar të paktën që jam bërë domethënë, si them, viral prej vitit 2020. E që jaket në për Shqipëri, kuptohet, në për portale ndryshme, radio, programet tjera, televizion. Dhe ende do më thënë habitam se si në 2-3 mendje bashkë të shqiptarëve që 2 mund të kenë pak a shumë të njëjtë idenë, dhe një ka më ndryshme, nuk e di se çfarë ndodhet, por është si puna anti-çokut që godet 2 dhe shpërndahen të 3. Pse do të kemi shqiptarët? Prandaj ne shohim domethënë shumë lëvizje, shumë grupime, secili do që të dëgjohet vetë, që të ketë një lloj protagonizmi, që të dalë fitimtar nesër pas nesër, duke dominuar. Por fatikisht kjo është mënyra e gabuar për t'yrën politikë. Sepse ti po e nis luftën, ose ju po e nisni luftën, apo betejën politike me ata të cilët nesër pas nesër do të jenë votuesit tuaj. Do të jenë partnerët tuaj. Mbase do të keni të njëjtin subjekt politik, por ju po i luftoni ta tani. E kjo gjë domethënë i shtyn shqiptarët në një, si them, zgjatim akoma, domethënë në kohë flasim, të problemeve. Të situatës që po kalojmë, e të shumë gjërave të tjera, që ju i dini, ju i jini situatën e tjera, kështu që s'po jo flas lidhje me këto. Do them të drejtën, më shumë dëgjojmë lajme, nuk habitemi më ashtu si dhe ju, por atyri që u vijnë keq e thonë, e shprehin. Atyri që nuk u vjen keq, thotë mirë të bëhet, sepse ashtu janë, ashtu kanë, atë duan të bëjnë, e tjerë, nuk bëhet më ai vend. E di që për një kohë fillova ta besoj edhe unë këtë, por ka një kohë edhe bles njerëz që thonë shpesh, shpresa vdes e fundit, miq. Por duhet ta dini të gjithë shqiptarët, dhe duhet t'ju inkurajoj në këtë rast. Ne nuk jemi bishti. Ne nuk jemi këmbët. Ne nuk jemi tapeti ku të huajt shkelin. Nuk jemi bishti, por jemi koka. Për kombin ton, për vendin ton, si sovran vendosim vetë. Nuk jemi bishti, por jemi koka. Sepse ne kemi zgjedhur fatin e Shqipërisë, dhe duan ta mbrejmë edhe ta mbrojmë këto me duart tona, me hijet tona. Do thuash ti, o the ju në shumës, ama dhe ti e gjetë ta shin këtë kohë. Po fatikisht shikosh ajo çfarë duhet na zgjojë të gjithë bashkë, edhe për të thënë një fjalë së bashku. Një opinion, një fjalë të mirë së bashku, me përgjegjësi, me autoritet,
përpara atyre të cilët po e thellojnë akoma më shumë, akoma, si them unë, një lloj denigrimi jo vetëm politik, se shoqëror që ka nisur me kohë, kuptohet kur kemi parasysh programe nga më të ndryshme me përputhen e Big Brother, e Dancing with the Stars, X Factor, e bëj këtë, e bëj atë, si për ta mbajtur publikun jashtë rrjetave të përditshme politike, jashtë asaj çfarë po me të vërtetë po ndodh. Miqtë e mi, shumë le ndërtimi janë thënë. Bilesi janë ndërtuar edhe mi po, shiko çfarë po ndodh. Me këto ndërtime mund të jenë bërë domethënë thjesht si skelet rreth gjysma e tyre, edhe ende kanë probleme për shembull me bazamentin, le themi, jo po kualiteti i tokës, jo po ka është argjinatur, jo po shkëm këtu, nejse. Në fakt, me premtimet që janë bërë për të huaj, me premtimet që janë bërë që këto janë investime të huaja, le themi, mund të jenë evropian, mund të jenë arab, mund të jenë ku dëgjon, qeveria bën shumë propagandë. Por në fakt, për çudi, asnjë nga këto apartamente nuk është shitur. Domethënë, përse nuk është shitur, sepse këta thonë që janë të shitura. Janë të shitura. Dhe edhe unë po nisë edhe po bëj me deduksion atë llogaritën time, në cilën do të them që paratë të këtyre politikanëve që kemi neve, me gjithë të korrupsion, edhe pse kanë hyrë edhe kartele apo grupe mafioze në Shqipëri, po e qarkullojnë paranë, biles ka marrë të mendimi që paraja që ka dhënë dikur në mbështetje politike, organizative, që ka dhënë dikur mafia, ajo para ka ikur nga Shqipëria. Ajo para nuk kthehet më shqiptarëve. Është zhdukur në kanale të fsheta. Kjo është me të vërtet për të hedhur një revolt në mes të Tiranës. Nuk po bëj shaka këtu. Jam i sinqert, jam nga ana tjetër edhe pak nervoz për arsye sepse ne themi shtet në gjithë kuptimin e saj. Por ja që shteti po e shet interesin ton. Po e shet njëkohësisht interesin dhe sigurinë kombëtare. Po cënon pra sovranizmin. Unë edhe pse kam 2 faqe në Facebook, Jam një zë dhe Republika Unita, në kanalin tim të në YouTube, pra Jam një zë, jam i detyruar të shpreh, më thënë i detyruar nga që s'më lej ajo, si them, është diçka e brendshme që më detyron të them të vërtetën, pavarësisht se mund të ketë një kostër nesër pas nesër. Si këtu apo qoftë në Shqipëri. Ne këtej në Amerikë për shembull kemi emisarët demokratë që na vinë na kujtojnë që ja, mos harroni do na vi kohë dhe neve do na votoni. Këtë po bëjnë. Po organizojnë domethënë në mënyrën e tyre, me lidhjet e tyre, në 2 drejtime. Në njëra anë tu afrojnë sa më shumë republikanëve që të marrin domethënë vendin e tyre të plot të emrit që Sali Berisha thot ne jemi të djathtë, por Sali Berisha është djathtë i qendrës. Dhe unë me këtë kam shumë problem. Absolutisht kam shumë problem. Se ndodh që këta të qendrës në dalin shpeshherë vëllezër me të majtën. Na dalin tepër liberal, na dalin tepër hajdut, na dalin tepër vrasës, përdhunues, imoral, të gjitha. Por prapë duhet të hanë në kurrizin e të djathës. Kështu që në këtë situatë, në këtë kohë, pra, në këtë kohë, në këtë epokë, le të themi, Trump era, epoka Trump, nuk ka free ride. Nuk ka, domethënë, të hipësh ti mbi kurrizin e dikujt tjetër, apo të shkelësh ti mbi dikë tjetër reputacionin e dikujt.
apo qoftë pozitën politike të dikujt, të ngrihesh ti të dalësh. Për të mashtruar të tjerë, kjo është akoma dhe më keq. Kështu që miq, e gjithë kjo që po ndodh, me të gjitha gjërat, plus edhe me atë skandalin në Gjermani, atë Aidën atij që ishte ambasadore, kishte futur në punë një agent rus. Po si është e mundur? Ku është inteligjenca shqiptare? Ku është kundra zbulimi? Counterintelligence, where is it? Ti ishe për shqiptarat, ne kur nuk e dëgjoni këtë. As nga ambasada, as nga ambasador, apo ambasadore, as nga sekretar ambasade, as kush nuk do e fliste të vërtetën, sepse kjo fal të huajve si gjithmonë që na shpëtojnë, qofshin ta amerikan, qofshin ta gjerman, qofshin ta italian, fal atyre. Dhe amerikanët kanë asistuar disa herë, qoftë me rusët, qoftë me grekët, qoftë me serbët, për ndërhyrje nga më të ndryshme kalime kufiri, qoftë edhe me dragitën. Kështu që jo më kohë ne kemi amerikanë në Shqipëri që po mundohen të punojnë me qeverinë shqiptare, duke asistuar në çështje të ndryshme, në problematika nga më të ndryshme, me narkotrafikun, me mafien politike gjithashtu. Kemi shumë probleme në Shqipëri. Ju e dini, unë i di, të gjithë i dim. Por duhet të nisim disa. Duhet nisim diku. Ma mirë mendja si unë mund të ketë shumë njerëz në Shqipëri. Por ne duhet të flasim një herë të paktën. Duhet të ulemi, të rrajmë idetë tona dhe të flasim atë çfarë është e drejtë. Duke marrë për shembull të gjitha instancat. Fillojmë me ekzekutivin, merr të gjithë me radhë. Çfarë mendon. Si do të jetë? Cila është pozita? Cili është misioni? Si duhet bërë? Shko të tjetri. Gjyqësorin, hajde marrim gjyqësorin. Hajde marrim legjislativin. Fjo, 1, 2, 3, këtë kështu e mendojmë. Atëherë, në qoftë se ne mendojmë pra që jemi të djathtë, edhe bim dakord me atë çfarë politika amerikane po pasqyron. Flasim Partia Republikane këtu në Amerikë. Atëherë përse mos të ketë një lloj dakordësie të tillë, kur të djathtë, jo ata që pretendojnë, jo demagogët që na vijnë nga Partia Demokratike apo miqtë e Fatmir Mediut, se këta janë tamam shkopa në rrota. Këta janë ata cilët bëjnë njëkohësisht edhe spionazhin politik dhe bosët e tyre. Kështu që disa i kemi me emër, me mbiemër, me fotografi, me eksperiencën në punës, të kapur domethënë tamam aty ku duhet në mënyrë më flagrante. Me emër, me mbiemër, nuk po tallën. Femra edhe meshkuj, që kanë ngrënë edhe për shumë vite, duke bërë spionliqet e tyre. Nëse ky nuk është fokusim, por do të them fatikisht që të doja me të vërtet që të takohesha me këta njerëz, të cilët mendojnë dhe thonë apo shpallin apo në bindjen e tyre personale mendojnë që janë të djathtë. Unë do vi në Shqipëri në mars. Do jem atje për 1 javë. Do bisedoj me ju dhe kjo është arsyeja ime numër 1, që të ulem bashkë me ju në 1 apo 2 netë radhësi, duke planifikuar se çfarë do të jemi ne si forca djathtë dhe si do të përfaqësohemi. Ideologjia jonë e djathtë do shkruhet, do të bërë diçka. Miq, mund ta shpërndani këtë, por ju e dini për sa i përket kredos time politike që unë kam të shkruar, do më duhet ta printoj, që kur të vi në Shqipëri ta shpërndaj. Nga ana tjetër, pastaj ka ndodhur që në profilin tim kanë hyrë lloj-lloj njerëzish dhe kanë vjedhur mundësisht informacione që unë kam lënë
në faqen time për sa i përket organizimit politik, ideve të mia. Dhe ja dhënë diku tjetër, për shembull në një kanal televiziv apo në një kanal YouTube ku shprehin këto ide. Por janë marrë 2-3 copa apo 4 copa dhe janë vazhduar më tutje. Do thua si vetë e bërë publike. Dakor, por ata nuk janë origjinal. Thjesht jo se më vret, por më ngacmoi domethënë mënyra e të marrit pa diskutuar, pa folur, pa biseduar, pa rrahur një mendim apo qoftë edhe të në një farë mënyre të më kundërshtojnë. Mbas unë flas me njerëzit e gabuar, si në media sociale apo qoftë edhe këtu nga YouTube. Ore, mbase nuk keni dëshirë të dëgjoni një njeri si unë të flasi kështu. Ose nuk ju pëlqen fare që një shofer si puna ime, ish ushtarak, të marri kamerën dhe të thotë diçka për politikën shqiptare. Akoma dhe më pak për organizimin e një politike të re, një linje të re. Po në fakt, ju mirë e dini brenda jush, unë kam të drejtë. Pavarësisht, ne kemi opinionin tonë të pavarur. Por ta bësh domethënë, ta bllokosh tjetrin, apo në mënyrë negative të flasësh për tjetrin, duke ditur që ai ka të drejtë, kjo ju bën fajtor. Sa është një lloj manipulimi. E këtu flitet për shembull për ide politike të cilat ju i merrni edhe doni t'i quani si idet tuaja. Kjo është vjedhje. Më kuptuat? Se ju nuk jeni as republikanja. Edhe do habitesha nëse do thoni të jemi demokrat. Shiko më zoti, nuk ka republikan amerikan, shqiptar, e bindet plota flas, që të vinë në Shqipëri e thot, unë jam demokrat. Kjo do ishte budallëku më i madh. Çiko, ka disa që e besojnë këtë. Themën unë, këto e them unë. Biles njoh disa këtu, në Michigan flas. Jemi demokrat, jemi opozitar, etj. Pa hali merrin çik, na thoni se kush jeni ju? Do më thonë, në të gjithë botën, demokratët janë të majtë. Demokratët, të cilët janë të majtë, eci një vi paralele me socialistët, me neomarksistët, neokomunistët. Pra janë komunistët e një kohë të re. New Age Communists. Si mundet para një parti demokratike në Shqipëri, me Sali Berisha, me gjithë qenë të masët që e ndjekin? Si mundet? Që të vish në këtë pikë. Edhe të mendosh për shembull dhe ta thoni publikisht, jemi demokrat të djathtë. Konservator, konservator të djathtë. Ju demokrat në Shqipëri, ju hajdut, ju spion, ju veglat sigurimit, ju veglat korrupsionit, ju veglat e serbit e të grekut, ju veglat e atyre të cilët na poshtruan në 97-ën, duke na nxjerrë nga autobuset e nga makinat, duke na marrë parët nga xhepi. Ju jeni. Ju jeni ata të cilët sot e kësaj dite ende i mbani militantët tuaj për ushkuri. Po. Jeni të gatshëm të godisni cilin do, vetëm se u kundërshton. Vetëm se u kundërshton. Nuk e bëni këtë me socialistët, ja. Me ata e keni mirë, e keni grur, mundësisht vetëm sa për show në parlament, pastaj u jithni dorën, pini vera, pini raki. Sa të doni. I fani edhe prona. Merri akti, jepi ati, s'ka gjë, mbyll e gojën, çdo gjë është në rregull, të gjithë janë të kënaqur. Ja, kjo. Nuk ka pazar, më zotëri.
Nuk janë këta republikanë, nuk janë këta të djathtë, është e kot. Edhe demokrat, edhe djathtë, nuk mundet të jetë. Ndaj unë them me gjithë forcë sot e kësaj dite, si njeri i lirë, si republikan konservator, Partia Demokratike Shqiptare, totalisht do të dalë nga fusha politike, të mbyllet si subjekt politik. Dhe me këtë me këtë do shtoja që politika, legjislacioni, apo legislativi, le të themi, duhet të ndrojë. Do të shkojmë në republikë presidenciale. President të zgjedhur nga populli. Moshë maksimale 65 vjeçare. I shëndetshëm, me të gjithë kurrikulumin e tij. Njëri patriot, i dashur. Mundet mos jetë fare as në politikë. Sepse parlamenti deri më sot ka zgjedhur njerëzit e vet, që do t'i përdori, do t'i shtrydhi, do t'i hedhi. Ndaj ne nuk duam një të tillë. Ndërsa kryeministri do dohet ishte general ushtarak. Po. Presidenti duhet të ketë autoritet. Me vete ai duhet të ketë shtabin e përgjithshëm, do të ketë ushtrinë dhe shërbimin sekret, por njëkohësisht së bashku me dy strukturat e tjera që e mbështesin, do të japin informacionet atij të parit. Nëse kryeministri pra si kreu i Ministrisë së Jashtme dhe Marrëdhënieve do të jepë akoma dhe domethënë të tjera përgjegjësi, në cilën ai është vërtet mbi trupin diplomatik, kudo ku janë shqiptarët të përfaqësuar me një ambasadë, ai të jetë mbi to, duke patur parasysh zbulimin dhe kundra zbulimin, ata shehët ushtarak dhe ata të artit. Do të ketë njerëz të besuar, shqiptar me vlera, jo të shërbejnë partisë, dhe besnik partisë, vetëm partisë, se Shqipërisë që qitëmën. Këta po bëjnë këta. 34 vjetë, këta kanë bërë. Prandaj jemi këtu ku jemi. Korrupsion gjithandej, krim gjithandej. Pastrim parash në krau tjetër. Dhe varfëria vazhdon. Dhe shqiptarët ikin, vazhdojnë të ikin. Pleqt vdesin. Rinia qytetarët smurën. Pse? Sepse zgjedhin këta njerëz, pra këta parlamentarë, kryeministër, të sjelli ushqime gjysmë të gatshme nga Serbia, Maqedonia, Greqia e vende të tjera të botës. Shqipëria po vjen në një pikë jo më vlimi, se po vlon kaq kohë. Është kohë kur Shqipëria do të shpërthej. Nëse këtë nuk e bën njeri, do ta bëj Zoti. Mallkimi duhet thyer, por jo pa drejtësi. Nëse do kishim drejtësi, do t'u kishim dhënë pronarëve të tokave pronën e tyre. Ta riorganizonin komplet të gjithë këtë problem. Shpronësim, vlerësimin, që të gjithë ne pasese ta mbajmë kokën lart. Jo të shohim tokën. Jo të ikim njerëzve bishtazi. Jo. Patria, a dhe fillon domethënë nga toka ku jetojmë. Më mëdhej quhet toka. Ku më ka lirë koka. E pra, u amorën atyre.
e shfrytzuan, e përdorën, dhe këta tjerë të futën në burg ose i internuan. Edhe i pushkatuar. Apo i varën. Ka drejtësi për këtë? Me një këst, me 2 këste. Ja me 3 këste. Kjo është drejtësia juaj. Na mbyllni gojen. Me nga $20,000 për këst. Në qoftë se gjithçka merr vlerën e paras, atëherë ne humbasim dinjitetin. Nuk është njerëzillëk. Disa mund ta pranojnë këtë para për hallet që kanë, shpenzimet që kanë, etj. Tash njerëz jemi edhe ne. Ka njerëz të hallë, smunder. Mosha e tyre tash u deri mosha e tretë, ose e te kaluar mosha e tretë. Flasim vitet 80, do të thënë 80 vjeç e sipër. Kanë vojtur boll. Ndërsa ne shqiptarët presim tek të huajt. Pse? Përse presim tek të huajt? Kemi frikë? Nuk na intereson? Apo themi më mirë ta bëj dikush tjetër që unë të përfitoj për saj? Nuk e di. Por unë e di që kur njerëzit dështojnë, atëherë vjen koha tjetër në cilën ne përballemi me tërmete, me përmbytje, me rrëshqitje toke. Nëse Shqipëria vazhdon të jetë kështu, do kemi tjetër tërmet në Tiranë. Po shumë më i madh nga çfarë kemi parë. Drejtësi, miq. Bëni një patriot. I thoni një qeverisë plaç. Çoni të gjithë, pa flamuj, pa gjë. Lëreni subjektet, lëreni çfarë thot Altini. Apo tjerë. Ngrihuni bashkë. Merrni komshiun, fqinjin, atë në lagje atje. Miqtë tuaj, familjet tuaja. Bini vetë dakord, gjeni një datë caktuar. Apo prisi që të vinë vetëm nga Amerika, që hapen rrugën këta. Dhe pastaj, kur ju të kënaqni, e të merrni të rehatoni me gjërat tuaja, thoni, e ma Amerika, ç'a bën këta Amerikanët? E ka parë shumë herë këtë me shqiptarët. Diçka e neveritshme. Që ai që të ka bërë nder, ai që t'u ka gjendur afër juve, dini kundra në një farë mënyre. E shani, e përgojoni. Pse se base dikush tjetër i ka thënë diçka tjetër që ju e keni marrë për të vërtetë. Këto bëjnë shumë mirë shërbimet e huaja. Para hapin fjalë, pa rrulla, etj. Kështu që njerëzit e thjesht fillojnë në urrejnë. E mor faj konica, pas ke patër drejt. Natën e mirë.